Organizim shëndetësor dhe higjen. Planifikimi strategjik, procesi që shet drejt së ardhmes. Pam ciklin e funksioneve të menaxhimit që nga planifikimi, organizimi, zgjedhja e stafit, drejtimi dhe kontrolli. Por çfarë është planifikimi strategjik? Planifikimi strategjik është një proces i mirë organizuar me anë të cilit institucioni planifikon të ardhmen e tij. Qëllimi i tij është të mbajë institucionin në nivelin e dur, të përgjigjet ndryshimeve në mjedisin e jashtëm dhe të përcaktojë kapacitetin e tanishëm dhe të ardhshëm në raport me këto ndryshime. Skema e planifikimit strategjik parashikon gjendjen e tanishme të institucionit, planifikimin strategjik dhe shet drejt të ardhmes së institucionit. Menaxherët e realizojnë planifikimin strategjik nëpërmjet njohjes së zhvillimeve ekonomike, sociale dhe politike të mjedisit të jashtëm dhe ndikimeve që ato do të kenë në institucion, si dhe vlerësimin e aftësive të brendshme të institucionit. Institucionet shëndetësore bëjnë dy lloje planifikimesh: planifikimin strategjik dhe planifikimin operacional. Planifikimi strategjik shërben për të orientuar institucionet në mjedisin rrethues dhe për të drejtuar këto institucion në të ardhmen e tij. Planifikimi strategjik realizohet nga bordi drejtues i institucionit shëndetësor që miraton dhe politikën e tij. Shembull i një planifikimi strategjik është vendimi për të zvogëluar shërbimin për pacientët e shtruar dhe të zgjeruar shërbimin ambulator. Planifikimi operacional realizohet nga menaxherët dhe ofron detajime për veprimet në vazhdim të institucionit për zhvillimin dhe futjen e programeve dhe shërbimeve të reja. Shembull i planifikimit operacional është planifikimi i zgjerimit të klinikës ambulatore, pediatrike e të tjera. Elementet bazë të planifikimit janë vlerësimi i mjedisit të jashtëm, mjedisit të brendshëm, misioni, qëllimi dhe objektivat, si dhe realizimi dhe vlerësimi. Tu kemi një skemë të planifikimit strategjik për një proces për të çuar institucionin drejt së ardhmes. Hapat e procesit të planifikimit janë përgatitja dhe organizimi për planifikim, vlerësimi i mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm, rishikimi dhe ripunimi i misionit, zhvillimi i qëllimeve, implementimi dhe vlerësimi i feedbackut. Vlerësimi i mjedisit të jashtëm futen mjedisi mjekësor për institucionet publike, private, të arsimit mjekësor, institutet kërkimore dhe praktikat individuale, ndërsa tek mjedisi i përgjithshëm futen planifikimi dhe rregullimi i institucioneve, dhënësit publike, privat, furnizuesit, shoqatat profesionale, pacientët, informacioni e të tjera. Analiza e sistemit shëndetësor. Spitalet ose klinikat ekzistuese merren analizë nga vlerësit e shërbimit shëndetësor, furnizuesit me materiale, pajisje, barna dhe nga alternativat e sigurimit të shërbimit dhe furnizimit. Vlerësimi i popullatës. Vlerësimi i nevojave shëndetësore të popullatës me anë të përdorimit të treguesve epidemiologjik dhe të dhënave të tjera është elementi kryesor. Po ashtu bëhet vlerësimi i strukturës drejtuese dhe sociale, si dhe përfshirja e popullatës në zgjidhjen e problemeve. Analiza SWOT. Analiza e brendshme. Fuqitë janë të barabarta me pikat e forta të kësaj analize dhe dobësitë nënkuptojnë pikat e dobta. Ndërsa në analizën e jashtme kemi mundësitë, opportunities dhe kërcënimet, threats që na përballin me problemet. Qëllimet, objektivat dhe strategjitë. Qëllimet janë drejtimet e përgjithshme që shprehin se çfarë do të arrijë institucioni. Objektivat janë rrugët e përcaktuara dhe të matshme të arritjes së qëllimit dhe strategjitë janë planet e vazhdueshme për të arritur këto objektiva. Çfarë është vlerësimi? Është mbledhja dhe analiza e informacionit me anë të metodave të ndryshme për të përcaktuar lidhjen, përparimin, eficiencën, efektivitetin dhe rezultatet e aktiviteteve të programuara të përdorura për vendimarrje. Metoda shkencore. Sa e dobishme është metoda shkencore në përcaktimin e problemeve të menaxhimit dhe gjetjes së zgjidhjeve? Çfarë është një problem? Problem është një gjendje që ekziston dhe etiketohet si e dëshirueshme ose e padëshirueshme. Problemi është i barabartë me kushte plus vlera. Kushti nënkupton se çfarë është dhe vlera çfarë është e rëndësishme ose e padëshiruar.
Paraqitja e problemit. Spitali ka nevojë për një plan për të zgjidhur trajtimin e problemeve klinike, kur një pacient me një dëmtim të rënd të kokës nuk mund të transportohet me ambulancë në një qendër terciare brenda 30 minutave. Paraqitja e problemit shpesh specifikon gjithashtu zgjidhjen e tij dhe mund të kufizojë para kohe strategjitë ose opsionet e zgjidhjes. Çfarë është zgjidhja e një problemi? Zgjidhja e një problemi është arritja ose përparimi drejt një situate ose kushti më të pëlqyeshëm apo të pranueshëm apo të dëshirueshëm. Trajtimi i problemeve. Në një kulturë menaxhimi, institucionet shëndetësore trajtojnë problemet dhe zgjidhjet e tyre nga shumë nivele njëkohësisht.